Përplasje të forta mes dy kampeve politike në Dibër, ku përmbahen zgjedhjet e pjesshme elektorale për kryetarin e ri të bashkisë, pas shkarkimit të Shukri Xhelilit, i cili u përfshi në një skandal seksual. Akuzat dhe kundërakuzat e ashpra nisën pas denoncimit të një qytetari se deputeti Flamur Noka e kishte goditur dhe kërcënuar me armë. Policia e Dibrës përmes një deklarate për shtyp pranonte se kishte patur një incident rreth orës 2 në afërsi të shkollës së mesme Maqellar. Sipas policisë, Dritani Saku kishte kallëzuar se është goditur nga disa persona dhe konkretisht nga deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka dhe shoferi i tij. Në rrëfimin e tij para oficerëve, qytetari theksonte se deputeti Noka bashkë me shoferin, të cilët udhëtonin me një makinë tip Audi Q7, janë prezantuar si punonjës policie, duke i kërkuar të ndalej që t'i kontrollonin mjetin. Drejtoria e Dibrës deklaroi se patrullat e kanë konstatuar automjetin tip Audi Q7 me ngjyrë gri me targ AA007 JF në hyrje të Dobrovës, por edhe pse i kanë bërë shenjë të ndalohet, ai ka thyer post bllokun dhe është larguar, duke vënë kësaj në rrezik jetën e punonjësve të policisë. Vet deputeti Noka në një lidhje telefonike me News 24 mohoi të ishte përfshirë në ndonjë incident dhe gjithçka e cilësoi një trillim. Janë të gjitha shpisje, sepse Noka s'ka prerë me dorë asnjëri, nuk ka lidhje me asnjë ngjarje, janë gjitha shpisje të segmenteve kriminale të brenda policisë shtetit, të cilat janë marrë gjithkohon gjatë kësaj periudhe me trafikun e votave, me blerjen e votave, me shantazhin dhe me kërcënimin. Deputeti i Partisë Socialiste Artan Gaçi tha se ka qenë dëshmitar i ngjarjes, ku u përfshi Noka dhe banda e tij. Që në orën 2:30 të natës në Maqellar, kemi shoqëruar të dëmtuarit në polici, i kemi pastruar plagët, kemi shoqëruar në ambulancë për të qepur, që makinat e Flamur Nokës bashkë me banditët që ishin tarmatosur dhe jo vetëm por dhe me maska, kanë thyer postobllokun e policisë në hiqje e sipër. I menjëhershëm ishte dhe reagimi i Partisë Demokratike, e cila përmes një deklarate për shtyp u shpreh se deputet të Partisë Socialiste në sinkron me strukturat kriminale të Bert Agës përpiqen të dezinformojnë opinionin publik për ngjarjen e ndodhur mbrëm në Maqellar. Sipas Partisë Demokratike, e vërteta është krejt ndryshe dhe asnjë deputet i saj nuk ka qenë i përfshirë në ngjarje. Partia Demokratike denoncoi përpjekjet e socialistëve për të blerë votat në zonën e Maqellarës. Në mesnat, banorët e Maqellarës kanë kapur duke shpërndar lek për blerje votash zyrtarin e drejtorisë së tatimeve Dritani Saku, vartësi i shtetasi Dionis Ymeri, me detyrë drejtori i tatimeve për Dibrën. Dionis Ymeri është kallëzuar penalisht nga Partia Demokratike në prokurori me datë 1 shtator, si antar i grupit të strukturuar kriminal për blerje votash në fushatën e Dibrës. Në vend të ndalimit dhe arrestimit në flagrancë të këtyre personave, segmente të policisë të drejtuar nga krye kriminali Bert Aga i kanë dhënë mbështetje këtij krimi elektoral, e mbyll reagimin e saj Partia Demokratike.